Skënderbeu, i cili pas urdhëroi që të dy të flisnin. Studhe nga ushtarët dhe tha: "Me të vërtetë, kjo qen ka një grindje e bukur, si njeri, si tjetri prej tyre, po hahen për gjën time. E si kemi dhuruar kujt o arbër, të holla, për të cilat s'dinam asgjë. Për asti djalosh, nuk duhej ta shpëdoroje mirëbesimin ton me anë të kësaj dhelpërie, sepse ti e di e fare mirë, aq më tepër kur të tjerëve s'u lam gjë, se edhe frymën që merr duhet ta marrësh me të lutura. Pas vullnetit të tjetër kujt, më në fund, as unë s'mund të jem me të drejtë arbitër në një çështje personale, por kush nuk do të gjykonte më së miri në punë të lirisë, dhe kush nuk do të mendonte se gjithet të drejtën e luftës, e gjithë sanksionet e ushtrisë duhet lënë më njanë në favor të saj. Ne po të japim ty të gjitha, o muzak, me dijenin dhe vullnetin ton. Ti riktheja lirinë ose më mirë natyrën këtij njeriu. Megjithatë, nëse do të bjerë edhe ndonjëherë tjetër në dorë. Në këtë mënyrë, atëherë do të jesh i lirë të veprosh kundër tij, sipas gjykimit tënd dhe sipas dëshirës së zemrës së tij." Kështu djaloshi pasi u fal liria dhe pasi u kthyen gjithashtu nga Skënderbeu kali dhe armën, u la i lirë dhe u largua i gëzuar, aq sa spushonte se bërtituri me zë të lartë, duke ngritur në qiell për atë bujari kryetrimin dhe periotët e duke u lutur Perëndis për ta. Anët mblodhën stermet dhe kur dita po mbaronte, u nisën për në dimër. Atje shtruan atë çështjen e rrethimit të qyteteve, por që të gjithë vendosën një zëri, se duhej pritur se çdo të bënte Tirana, pas asaj për dijet e ushtrisë së vet, me qëllim që planet e tyre të mos u shkonin kot pa i filluar mirë dhe të mos rrezikohesh. Prandaj u caktuan për gjërmimin e kësaj pune. 2 muaj të dërguan me kujdesin më të madh në çdo anë vrojtonjës, megjithëse nuk mungonin asnjë kohë të ratisur nga Andrianopoja dhe nga vendet e tjera. Me të mbaruar kjo punë, dhe pasi u la e lirë ushtria, Mesiu u nis tek roja, ose Skënderbeu bashkë me Hamzan dhe me purpuratat e tjerë për në krujt. Ndërkaq që ushtria ishte kthyer tek Mehmeti, me gjithë ishte në ditë të hallit. Nga çdo anë, ajo zgjante gjëkundi më shqyrë, sepse mbretin, pas tij dhe të tjerët, në fillim e turbulloi arratje e gjithë atyre njerëzve, të cilët thoshte se ishin mjaft në gjendje për të vënë përsëri në vend çdo fat të humbur të luftës. Pastaj, u pyeti një për një të gjithë gjërat me radhë, se në ç'vend ishte bërë lufta, dhe kundër ç'forcave armike, ai u ndes keq, dhe duke bërtitur pa rreshtur, për plagështinë e tyre që i vështiroi. I urdhëroi tij që s'u syve me një. Gjithashtu vrasja Debreas u shkaktoi njerëzve të llojit të tij më fort kënaqësi se sa i dhëri. Pse ata ja kishin zili, trimërin dhe ja urenin guximin dhe madhështinë e shpirtit. Hamza, i pikëlluar që doli një profet aq i vërtet tha: "Mirë bëri pas ardhësyrë që nuk deshi të priste kritikën e zotimeve të veta. Të lavdi veç le ta ketë për vete dhe le të kënaq shpirtin e lumtur, me madhështinë e vdekjes së mbritur. Unë se kam zili." Pastaj, i shtyr nga dëshira për të shlyer turpin. Ai filloi ta shfaqsonte edhe vetë. Ai thoshte se ishte rrethuar prej këmbësurish dhe pritash ndërmjet kthesash të paafrueshme të maleve dhe ngushticash të vendeve me forcë shumë të pak. Në një kohë veç kësaj ku të gjithë i ngrinte dëllimet e dëbora. Debrea përkundrazi ishte nga çdo anë në kushte të barabarta me armikë, kurse forcat i kishte edhe një hierarq. Në këtë mënyrë, pa e thënë me gojë, por të detyruar nga nevoja. Tarin në gjëra atje, sa ta pranonin se fuqia të anëve ishte paththyeshme qoftë për dëshirë të perëndive, qoftë për trimërinë e ushtarëve dhe të kapetanëve. Mehmeti ishte tronditur fort nga mrekullia e saj lufte, shtangu nga një farë habije që se la pa i shtërnë frikë. Zor thoshte ti besoi të Skënderbeu, dhe i shfudur me atë pakicë njerëzish në tokën e tij dhe në fushën e pologut. Kundër Debreas. Megjithatë, duke parë se dëshmia ishte e njëjtë nga të gjithë dhe se s'kish kund thënie të rënë, zguxonte të mos i përfillte njerëzit dhe të mos u zinte besë. Sa për punën dhe nevojën e shpagimit, nuk mungonin nga çdo anë gjithë parlajkatarësh të kotë, për të ushqyer me fjalë të ënga dhe shumë të kujdisura kotësinë e mbretërve dhe shpirtin e tyre të sëmurë, të cilët jepnin kokën dhe bënin fri trupin për çështjen në fjalë.
duke u mohuar tanë me çdo lavdi e shpjegimet e zjarta që bën. Mjeshtri i dhënë kaq fort, pas posive, pohon, ka për ta thyer dikur kokën. Shembulla të tilla ka plot. S'ka për të patur gjikundi modrisa, as nga hera natë, do të jenë të gjitha mzenje të brejnë. Skënderbeu do të përleshet pas kësaj me hidrën e rrezikshme, së cilës do t'i dalin çdo ditë aq kokë për ta gëlltitur atë, sa edhe do t'i priten. Prandaj, edhe energji të Zeusit sikur të futet, fare pak do të jetë i sigurt. Elmeti po i dëgjonte me kënaqësi ato dëshira të zjarta të atyre njerëzve, dhe nuk e mohon të hap tazi gatishmërinë që tregonte shumica për t'u hedhur vullnetarisht në rreziqe. Gjithë këtë, diçka tjetër po gatuan ta ajo del për Dinaki, një lloj tjetër shpagimi, me të papërgjakur po bluante në mend, se me çmë mënyrë do të mund të ngrinte kundër kastriotit armët dhe posit nga brenda dhe ta zhdukte kështu në ndonjë luftë vëllazërvrasëse, siç e kishte provuar shpesh e me sukses. Të drejti kundër të tjerës, dhe që kishte bërë sidomos Murati, kohën që u shkëputi Grekove nga duart mbretërinë, ishte plotësisht i bindur se përkrah dhe zbatonjësit e planeve të vetë. Ishte përdigjetur në mes të njerëzve më të afërt dhe më të dëgjuar të atij bujë,